Më 2 janar 1937, në Vlorë, lindi një nga emrat që do të linte gjurmë të pashlyeshme në historinë e kinematografisë shqiptare, aktori dhe regjizori Petrit Llanaj. Sot, faqa Na ishte dikur e kujton me nderim e respekt këtë figurë të rëndësishme të artit shqiptar që jetoi dhe krijoi me përkushtim, ndershmëri dhe pasion për kineman. Petrit Llanaj u formua artistikisht në Shkollën e Lartë për Aktor Aleksandër Mojsiu, në një kohë kur arti skenik dhe kinematografia shqiptare ishin në proces ndërtimi dhe kërkonin personalitete të forta, të përgatitura dhe me vizion. Menjëherë pas studimeve, ai nisi punën si pedagog në Institutin e Lartë të Arteve, duke dhënë kontribut jo vetëm si interpretues, por edhe si formues i brezave të rinj të aktorëve shqiptar. Më pas, rruga e tij artistike do ta çonte në kinostudion Shqipëria e Re, aty ku u realizua pjesa më e madhe e kinematografisë shqiptare të shekullit 20. Si aktor, Petrit Llanaj u shqua për një lojë të përmbajtur, të ndërtuar mbi karakterin, moralin dhe forcën e brendshme të figurave që interpretonte. Ai luajti disa role të rëndësishme, por interpretimet më të arrira i realizoi në filmat Nga dënim mbi vdekjen në vitin 1967, Fijet që priten në vitin 1976 dhe Dëshmorët e monumenteve në vitin 1980. Në këto role, Llanaj solli figura të forta, njerëz me bindje, me dilema, me sakrifica, por gjithmonë me një qëndresë morale që përfaqësonte idealet e kohës. Roli që vlerësohet si kulmi i interpretimit të tij në kinematografi është ai i protagonistit në filmin Njësiti Gueril të vitit 1969. Në këtë film, Petrit Llanaj mishëroi figurën e guerilasit trim dhe hero, një karakter i ndërtuar sipas klisheve ideologjike të kohës, por që fal lojës së tij fitoi dimension njerëzor, forcë emocionale dhe besueshmëri artistike. Por kontributi i Petrit Llanajt nuk u kufizua vetëm në aktrim. Ai kaloi edhe pas kamerës, duke u shndruar në një regjizor me ndjeshmëri të veçantë dhe vështrim human. Si bashkëregjizor me Xhevahir Dafën, ai realizoi filmin artistik Një udhëtim i vështirë në vitin 1977, një film që trajtonte sfidat e jetës dhe përballjen e individit me realitetin shoqëror. Më vonë, si regjizor, ai xhiroi filmat Kur ndahesh nga shokët në vitin 1986 dhe Përsëri pranver në vitin 1987. Në këto vepra, Petrit Llanaj trajtoi probleme të familjes, marrëdhëniet njerëzore dhe raportin e individit me shoqërinë, gjithmonë brenda një kuadri moral tipik për kohën, por me përpjekje për të ruajtur një ton të ndershëm dhe reflektues. Një kapitull i veçantë i krijimtarisë së tij janë filmat dokumentar. Në to, Petrit Llanaj vendosi në qendër njeriun e zakonshëm, punën e tij, shqetësimet, bujarinë dhe modestinë. Dokumentar si Frymëzimet e para, Një kohë tjetër dhe Pranë jetës, pranë njerëzve pasqyrojnë qartë interesin e tij për jetën reale dhe për dimensionin human të shoqërisë shqiptare. Kulmi i këtij rrugtimi dokumentar u arrit me filmin Troku, një vepër që u vlerësua me çmimin për regjinë më të mirë në festivalin 6 të filmit dokumentar dhe vizatimor shqiptar. Në këtë film, spikat i qartë stili poetik i Petrit Llanajt, ndjeshmëria artistike dhe aftësia për të kthyer realitetin në reflektim dhe emocion. Petrit Llanaj u nda nga jeta në vitin 2003, por trashëgimia artistike e tij vazhdon të jetojë në filmat, dokumentarët dhe në kujtesën e artdashësve shqiptar. Ai mbetet një shembull përkushtimi, një emër që kontribui me dinjitet në ndërtimin e historisë së kinemas son. Sot, faqa Na ishte dikur, duke e kujtuar nuk përkujton vetëm një aktor apo regjizor, por një njeri të artit që jetoi për të dhe la pas gjurmë që koha nuk i fshin.